Jetën nuk e kemi të sigurt dhe nuk është në dorën tonë. Çdo moment domethënë pritet që ne dalim prej këtu. Ajo që duhet ta pyesim veten tonë, a jemi të gatshëm për dalë para Zotit? A jemi të gatshëm për me dhënë llogari para Zotit? Si është gjendja jonë nëse ne pas një ore do të dorëzonim shpirtin e Zotit? Prandaj, i dërguari i Zotit na thret që çdo ditë të jetës tonë, çdo ditë ama, ta jetojmë në raport me llogarinë para Zotit, sikur të jetë dita jonë e fundit në këtë jetë. Çdo moment, çdo takim me njerëzit që e ke, çdo përshëndetje me familjarët nga shtëpia kur del, s'ke nevojë të dalësh i hidhur sepse nuk e di në do të kthehesh më. S'ke nevojë të lësh ata të ndjehen keq ose rruna Zot. S'ke nevojë domethënë që ti mërzisësh ata që të mos jenë të informuar domethënë ku je, si je, çka bën, sepse prindrit brengosen dhe mërziten. Më thënë reflektim mbi veten tonë, mbi gjendjen tonë. Njeriu nëse është në raport të mirë me Zotin, kurdo që t'i vijë vdekja, më lehtë do ta ketë.